njerëzit në këtë dynja kanë dëshira. Se disa prej dëshirave i realizojnë, disa të tjera jo. Po në xhenet, besimtarët, a do të arrijnë pra t'i realizojnë të gjitha dëshirat? Po, në xhenet është vendi ku njeriu do plotësoj gjitha dëshirat. Në këtë botë flitet për ëndrat, për dëshirat, për kërkesat njerëzore, por është e pamundur që njeriu të plotësoj gjitha dëshirat në këtë botë. Kjo është natyra e kësaj bote. Në xhenet njeriu do t'i plotësoj gjitha dëshirat. Është dëshmia e Allahut dhe lehtësuar në Kur'an. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Ju do të gjeni në xhenet, thot Allahu i lartësuar, gjithçka që dëshironi. Çdo gjë që ja ka ënda njeriu, gjithçka që dëshiron njeriu. Çdo gjë që kërkon njeriu në xhenet ka për të realizuar. Është vendi ku plotësohen gjitha ëndrat, plotësohen gjitha dëshirat, plotësohen të realizohen të gjitha kërkesat. Gjithçka që kërkojnë banorët e xhenetit do ta gjejnë. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë vetë në Kur'an, fiha ma taladhdhu al-a'yun. Në xhenet gjen gjithçka që e kënaq syrin e njeriu. Çdo gjë që e kënaq zemrën e njeriu. Dhe banorët e xhenetit do të jenë në të përgjithmonë. Prandaj ti përvishemi veprave për të fituar xhenetin, ku është vendi në të cilin njeriu do të plotësoj gjitha dëshirat. Njeriu e ka dëshirën për përjetësi, e ka përmendur Allahu i lartësuar këtë që për nga Ademi alayhis salam në Kur'an, se Iblisi gjeti si mënyrë për të mashtruar Ademin pikërisht këtë pjesë, domethënë. Tha, a dëshiron që ti jesh i përjetshëm? Mos vdesësh? Ja përmendi këtë pjesë. Se e dinte dëshirën e njeriu që të jetë i pavdekshëm, të jetë i përjetshëm. Në xhenet realizohet kjo. Dhe gjitha dëshirat dhe mirësitë e tjera realizohen në xhenet.